Në anën e djathtë të asaj që ishte rrugë për makina, Komuna e Prishtinës ka nisur të punojë të hënën për realizimin e projektit për sheshin George Bush. Në anën e majtë të rrugës nuk mund të punohet, pasi bëhet fjalë për zonë të mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës dhe monumenteve përreth. Institucioni lokal ka shfrytzuar këtë kufi për të nisur punimet që i janë dalur 2 herë për realizimin e projektit 18.5 milion eurosh. Komuna s'ka leje të punoj brenda zonës së mbrojtur. Paraditën e së hënës, kryetari Përparim Rama bashkë me një pjesë të madhe të kabinetit të tij, inspektorët komunal dhe me pranitë të policisë së Kosovës, ka dalë në vend punishte. E inspektoratin e trashëgimisë kulturore e ka kërcënuar me polici. Inspektorati e kemi policinë dhe i çon inspektoratin të shtëpia, ne punimet do t'i vazhdojmë. Pak më vonë në terren ka dalë Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore dhe zyrtarët e Qendrës Rajonale të Trashëgimisë Kulturore në Prishtinë. Kanë verifikuar nëse po punohet jashtë zonës së mbrojtur. A jeni të punuar në pjesën jashtë zonës, dhe çka jeni të bëni? Nënkryetari i komunës, Shkëmb Manaj, është përgjigjur në emër të institucionit lokal. Kjo punë është duke bën pajtim me vendimin e drejtorisë urbanizmit, është jashtë perimetrit zonës të monumenteve në mbrojtje dhe gjithë puna që është duke kryer tash është pajtim me ligjin. Për çështjen afër perimetrit ne kemi bërë kërkesat në institucionet kompetente dhe presim që Komisioni Profesional i Mbrojtjes Monumenteve me dhënë pëlqimin për ndërtimin e këtij sheshi. Komuna në mars ka nisur punimet pa leje midis monumenteve dhe qendrës historike të Prishtinës. Inspektorati i pati ndalur punimet. Më pas, Komuna ka aplikuar për leje në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Më 16 prill, ky institucion nuk e ka miratuar projektin e komunës për ndërhyrje në sheshin George Bush. Ai është kthyer për plotësim me disa rekomandime. Me projekt parashihen edhe ndërtesa të reja. Sipas Komisionit të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, Komuna nuk ka prezantuar analizë dhe studim të kontekstit urban dhe historik të kësaj zone. Ka ardhur në përfundim se projekti parasheh ndërhyrjen në perimetër dhe në zonë mbrojtëse të monumenteve si Rektorati i Universitetit të Prishtinës dhe Radio Kosova, duke cenuar integritetin e tyre. Punimet në sheshin George Bush, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore i ka ndaluar për herë të dytë më 15 prill. Ligji për trashëgimi kulturore përcakton se ndërhyrjet në zonat e mbrojtura nuk mund të bëhen pa leje me shkrim nga institucionet e trashëgimisë kulturore.